Petën me hithra në fakt unë e bëj shpesh, sidomos në këtë sezon, dhe kjo sepse hithrat janë shumë të njoma dhe shumë të freskëta. Kemi mbledhur qep të njoma nga baqa, pak mëndër ose dhjosëm, një dorë hudhër të egër dhe hithrat që i kemi larë. Të gjitha do t'i gatuajmë në një tigan dhe më pas do merremi me përgatitjen e brumit të pethës së misrit. Kemi përdorur 350 gram miell misri që do t'a sitim, do shtojmë pak sodë buke, krip, 2-3 lugë vaj ulliri dhe ujë të nxehtë. Peta e misrit zihet gjithmonë me ujë të nxehtë. Kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket brumi. Në një tavë që e kemi lyer me gjalp, do shtojmë pak më tepër se gjysma e brumit të përgatitur, në mes do vendosim mbushjen me pak djathë të bardhë dhe përsipër shkërmoqim pjesën tjetër të brumit duke hapur me ndihmën e një piruni. Do ta lyejmë me vaj ulliri, vendosim pak gjalp, e pjekim në 200 gradë për 35 minuta dhe petën e misrit e keni gati ta shijoni të ngrohtë sipas dëshirës. Ju përshëndes.